Në Tetov dhe Mëgjer dimri nuk matet me temperatura, por me fatura. Të nderuar ndjekës të portalit Tetova1, mirë se vini në episodin e 5 të TKast, ku do të flasim për efikasitetin energjetik, sistemet e ngrohjes të cilat i përdorim në shtëpitë tona dhe pse paguajmë shumë rrymë elektrike. Për të folur për të gjitha këto kam nderin që të kem të ftuar zotri Bedri Vahdinin, inxhinieri mekanikës drejtimi energjetik, profesor në shkollën e mesme profesionale Mushapiade në Tetov, si dhe instaluesi sistemeve energjetike në shtëpitë e banimit dhe objektet industriale. Zotri Vahdini, mirë se erdhët në TKast. Përshëndetje, mirë se ju gjetë, faleminderit për ftesën. Atëherë zakonisht kemi dëgjuar termin krizë energjetike globale. Mund të na tregoni pak çka është kjo dhe pse ndodh? Siç e keni të njohur, energjia kryesisht varet nga burimet natyrore të naftës, të ngjillit, energji tjera të rinovueshme, të pashtershme, energjia diellore e tjera, por kryesisht industria varet nga nafta. Nëse ju kujtohet në vitin 1992, atëherë kur i famshmi Saddam Husseini bëni një sulm, një atak në Kuvajt dhe rezervat e naftës të cilat i posedonte Kuvajti, një ndër eksportuesit më të mëdhenj botror, ndodhi deri te praktika një krize globale. Pra, berza e naftës është ajo e cila e cakton çmimin e energjisë në botë, sepse pothuajse të gjitha termocentralet, TECet, punojnë me bazë naftë. Çdo lëvizje që bëhet në makinave industriale, si bazë energjie e kanë naftën. Pra, nafta është baza kryesore e cila përcakton në çmimin e energjisë. Më vonë, kjo po të kalua, mirë po si shifet se arma më e madhe sot në botë është ata të cilët e posedojnë burimet energjetike, gazin natyror dhe naftën. Kjo krizë nuk është e tanishme, por kohëve të fundit me zhvillimin e teknikës dhe teknologjisë, si zakonisht me zhvillimin e hofshëm industrial edhe të elektronikës, kriza paraqitet pothuajse në gjithë botën. Nuk është rastësisht me luftrat që ndodhin në Siri, në rasti më i fundit edhe në Venezuelë, kryesisht bëhet për mbizotrimin e burimeve të naftës. Sot për sot në botë është një krizë shumë e madhe energjetike, prandaj edhe rrymat në secilin shtet në botës përcaktohet nga berza e naftës në botë. Ku ndodhet Maqedonia e Veriut në këtë mes? Ka krizë energjetike në Maqedoninë e Veriut? Maqedonia e Veriut, siç e dini, nuk kemi ne burimet naftës. Burimet e thëngjillit lignitit janë shumë të vogla dhe nuk janë me një kapacitet lartë termik. 40% të energjisë, pra nafta ne importojmë nga jashtë, gazi njëjtë, pothuajse zero. Është e rëndësishme se nuk kemi edhe energji diellore, energji terrës, se diell kemi, mbuluhet një sasi e madhe me diell. Sa i përket energjisë, 40% Maqedonia importon energjinë nga jashtë. Pra neve ndodhemi të varfur me energji, nëse e krahasojmë me vendet e Ballkanit, vendin e parë që varet nga energjia importuar e jashtme e zem Maqedonia. Shumë e rëndësishme është këtu të theksohet se Kosova dhe Serbia qëndrojnë më mirë në Ballkan në krahasim me Shqipërinë. Shqipëria qëndron mirë me sa përket resurseve energjetike, edhe ata të importuara nga jashtë, por kjo varet nga ndryshimi i sezonëve. Si zakonisht, kur sezoni turistik është shumë i madh, Shqipëria varet shumë nga burimet e importuara në energjetike të jashtme, pra të energjisë elektrike. Çmimi i naftës në Maqedoni ndryshon nga tani, nga 1 janari, do të kemi ndryshime të naftës, do të kemi edhe ndryshime të energjisë elektrike. Nafta importohet, nuk kemi burime të naftës. Paguajmë shtrejt në energji elektrike? Po. Energjia elektrike
në Maqedoni, siç tham, kryesisht varet nga burimet energjetike të naftës, që ne nuk e kemi. Thëngjell kemi shumë pak, edhe ajo si thash nuk është me një energji kalorifike të mjaftueshme, edhe ajo importohet nga jashtë. Energjia e erës shumë pak e theksuar, megjithse unë do të kisha thënë në Maqedoni orientimi i zgjedhjes energjetike, pra resurseve për prodhimin e energjisë elektrike është i gabuar. Neve duhet të orientohemi më tepër në erën, pra në energjinë e përfituar nga era dhe nga dielli. Po fatkeqësisht sistemet fotovoltaike deri tani nuk i kanë plotësuar kushtet për eksploatim. Energjinë të cilën e importojmë nga jashtë vjen me një çmim shumë të lartë dhe faktikisht çmimi i rrimës nuk është real që neve e paguajmë. Një pjesë e saj e mirë paguhet subvencionohet nga shteti, pra shtypet buxheti i shtetit. Mirë po vendet më të banuara ku kanë edhe ekonomi të vogël që përdorin energjinë elektrike për prodhim, është zona e Maqedonisë veriperëndimore, pra jemi pjesë e që zakonisht zona e Pollogut, pothuajse 1/3 e energjisë elektrike e mbolon me harxhim në nivel të Maqedonisë. Prandaj do të kisha theksuar se çmimet të cilat përcaktohen sot janë vendosur në bloqe, ka 4 bloqe. Bloku i parë, i dytë, i tretë dhe i katërt. Bloku i parë është nga deri në 210 kW harxhime të kilovatore, harxhime të energjisë me një muaj, dhe këtu çmimi është lëvizën diku te 4.7 denar, nuk e di këtu a përfshihet edhe transporti, sepse në Maqedoninë e Veriut ai që e shpërndan në SHV-n, ndërsa transportin e varet nga MEPS-o apo prodhuesi që është Elem. Neve shumë shpejt kalojmë nga bloku i parë në blokun e dytë. 210 kW e kalojmë banorët shumë shpejt, sidomos në sezonën e dimrit, dhe kalojnë në blokun e dytë që është nga 210 deri në 650 kWh energji elektrike të harxhuar brenda muajit. Dhe këtu ndryshon edhe tarifa pastaj, që është më e madhe se 4.47, arrin diku te 0.5 diçka denar për kilovator energji elektrike. Duke pasur parasysh se një shtëpi normale që bëhet në Tetov, në Pollok, siç e dini edhe ju si jeni nga kjo zonë, sipërfaqet ngrose dhe komforti termik i brendshëm, sipërfaqja ngrose arrin deri në 150 metër katror minimum. Ndërsa standardi i jetës është në rritje sipër, harxhimi i ujit sanitar është goxha i madh. Dhe sezona e dimrit kalon shumë shpejt edhe blokun e dytë të harxhimit të energjisë elektrike, e cila arrin deri në blokun e tretë, që është mbi 1050 kWh energji elektrike në muaj, që kalon një cifër gati afrohet deri tek bloku i katërt, që është 0.5 apo 0.6 euro, tani euro, për kWh energji elektrike. Faturat e mëdha që u vinë banorëve është rezultati i kalimit bloqeve. Pra bloqet janë shumë të shtrenjta. Ajo të cilën e garanton EVN-ja si shpërndarës energjisë elektrike deri në blokun e katërt arrin një çmim shumë të lartë. Është mit apo e vërtet se zakonisht qytetarët e Maqedonisë perëndimore dhe veri perëndimore ku bijem ne, ankohen për çmimet e larta, mirë po nuk ankohen qytetarët e Maqedonisë lindore dhe Maqedonisë jugore. Harxojmë vërtet ne më tepër se ato, apo ka dallavere në këtë punë? Tani harxhimi i energjisë elektrike këtu i kanë kontroll shteti. Në zona e Maqedonisë lindore ka dhe temperatura më të buta, sidomos në zonën e dimrit. Nuk besoj se është në një manipulim baza nacionale, mirë po shtëpitë të cilat ndërtohen në këtë zonë janë me sipërfaqe më të mëdha, pra nuk ka shqiptar që bën shtëpi ndër 150 metër katror. Do të thonë shtëpiat janë me sipërfaqe zakonisht të mëdha.
Dhe duke pasur parasysh komfortin që ata krijojnë brenda, normalisht se rritet edhe kostja e energjisë, sidomos për ngrohje, sipërfaqja më e madhe, argjim më i madh për ngrohje. Numri i antarëve për arritje e standardit tregon edhe harxhimin e ujit sanitar. Pastaj densija e kësaj zone është shumë më e madhe në krahasim me Maqedoninë Lindore. Tani nëse ekziston ndonjë manipulim i këtill, nuk di, po se paguajmë tarifa shumë të larta edhe sasinë më të madhe të energjisë elektrike krahasuar me kilometër katror të banorëve, paguhet më shumë, sidomos në zonën e Pollogut. Kjo ndoshta vjen edhe nga moskursimi i mirë i energjisë elektrike, edukimi i banorëve mbi ato se kur duhet të shfrytëzojnë energjinë elektrike, përdorimi i pajisjeve elektrike që kanë efikasitet të lartë energjetik. Pra, sidomos kur bëjmë pjesën e ngrohjes, ngrohja me direkt merrim elektrik është e shtrenjtë. Pra, për një shtëpi për 600 metër katror apo 300 metër katror, për afërsisht 2.000 euro mund të vijë tarifa e rrymës elektrike vetëm për ngrohje. Cili është sistemi më i përshtatshëm që mund të përdorë një familje e Pollogut për ngrohje? Tani sistemet varet nga buxheti i familjes. Si zakonisht familjet në zonat tona ku neve jetojmë, po edhe në përgjithësi në nivel të shtetit, kërkojnë që të arrijnë standardin evropian. Mirë, po që të arrijë ky standard evropian, është e nevojshme që ajo të mirëmbahet pastaj ajo shtëpi, ai objekt apo ai objekt industrial. Mirëmbajtja në aspektin e energjisë, se folim për energjinë. Prandaj sistemet të cilat duhet të zgjidhen duhet të jenë sisteme me efikasitet të lartë energjetik. Ato janë pompat termike. Tani pompat termike apo pompat e nxehtësisë, si zakonisht mbasi banorët tonë jetojnë në Gjermani me punë të përkohshme, verë me pumpë, u thoj. Pompat termike janë mjaft të përshtatshme dhe mjaft të efikase në shfrytëzim të energjisë. Tani varet edhe nga lloji pompës termike dhe lloji sistemi të cilat do të përdoret për ngrohje dhe klimatizim të banesës apo ndërtesës në përgjithësi. A ka dallim të madh konsum ndërmjet sistemeve të vjetra të ngrohjes dhe sistemeve të reja siç janë pompat termike? Apo dallimi është i vogël kurse kostoja e vendosjes dhe mirëmbajtjes është më e madhe? Dallimi është i theksuar, është normalisht të përdoret sistemi i ngrohjes me naftë, pra si burimi i energjisë nafta, paraqet një komfort në përdorim, sepse edhe aty bëhet djegja automatike. Mirë, po nafta siç e shihni lëvizën me çmime, që tani dikun te 75 denar litër apo 66 denar litra, dhe në Maqedoni si duket është ndaluar përdorimi i naftës që u përdorte për djegje, dhe po ta përdorësh naftën e cila përdoret për djegjen e makinave. Dhe një shtëpi normale për 200 metër katror nuk do të kalonte në kushtet tona të temperaturave, konditave termike të jashtme, ku arrin në tetov deri në -20 ditë, pa ajo projektuese është 19 gradë Celsius. Për një shtëpi mirë të izoluar me 200 metër katror, argjimi mund të vijë deri nga 1500 deri në 2000 litra, që është një shumë e madhe brenda një viti, edhe këtu me kursim të energjisë. Sistemi i vjetër, përdorimi i peletit, që kemi në për objektet tona, shtëpitë tona shumica janë me pelet, ankohen për shkak të konsumit madh të peletit, pra si energji për ngrohje. Këtu defekti më i madh është te shteti, sepse edhe një pjesë e madhe e peletit importohet nga jashtë, nuk janë prodhues vendor, dhe ajo që importohet nuk kontrollohet në aspektin termik. Pra, nëse 1 kilogram pelet jep një sasi të caktuar, të lejuar apo të mundshme të energjisë për 1 kilogram,
kjo varet nga përmbajtja e peletit. Nëse peleti ka ndonjë drun skarc të kalbur, pra nuk mund të garantoj një kualitet mirë të energjisë. Pastaj, këtu ndikon është që vinë një sistem më i lirë mbas naftës për të harxhuar energji, vinë sistemi me pelet, si burim energji. Dhe këtu kërkon një profesionalizëm shumë më të madh në aspektin e rregullimit pikës së ndezjes dhe temperatura të ngrohjes së ujit, temperaturës së dërgimit. Shumica nuk dinë t'i rregullojnë, pra nuk janë të kualifikuar drejt kësaj, pra mban nga një kurs varësisht nga prodhuesi, mirë po këtu duhet të riedukohen në atë se çka është djegje. Pra, edhe pse sasia e peletit që vin nga një kompani të caktuar, varësisht nga gazrat që lëshon jashtë dhe temperaturën që jep për 1 kilogram, duhet që të rritet apo të zvoglohet sasia e ajrit që e hudhën vetë djegësi. Edhe këtu kërkon një profesionalizëm të mirë, pra një teknikë që e njeh mirë procesin e rregullimit të djegjes. Këta me kosto më të ulët është e drunit, pra se mirët druni dhe druni është më lirë, edhe pse 1 metër kub dru është diku në lëvizën 70 euro në të to, deri tani mund të jetë edhe më shtrenjtë. Mirë po, varësisht nga standard jetës, njerëzit i përdorin tani edhe drurin. Por nëse i krahasojmë këta sisteme, sistemi më i lirë, me sistemet e reja, sistemi me ngrohje termike, mirë po, investimi fillestare shumë i shtrenjtë në krahasim me sistemet e vjetra. Besoj në atë që ndikon në ngrohjen e shtëpisë janë edhe izolimi. Kur duhet interesohet njeriu që ndërton shtëpi për ngrohtësinë e shtëpisë? Po. Duhet në fillim apo pasi t'i krij procedurat tjera të ndërtimit të shtëpisë? Shtëpitë ekzistuese, shtëpitë e vjetra ekzistuese, tani ndahen në konstruksione të rënda dhe konstruksione më të lehta. Konstruksionet e rënda quhen ata shtëpi që jetë më parë janë ndërtuar me gur. Po kemi shtëpia që kam hasur në objekte ndërtuar me gur dhe është mirë ndërtuar dhe ende është e fortë, në qëndrueshme. Edhe atë kam ndodhur në vendbanimin tuaj në një objekt. Kërkon një izolim, janë shumë të qëndrueshëm në aspektin termik. Dhe mund bëhet izolimi nga jashtë, izolimi i jashtëm, me anë të stiropolit apo stirodurit, po izolimi duhet bëhet nga persona të autorizuar për izolim. Neve siç e dimi, kemi një përvojë që vijnë nga jashtë për izolimet, mirë po nëse bëhet ajo në aspektin matematikor, duhet të konsultohen me inxhinierët të cilët merren me efikasitet energjetik. Izolimi termik do të jetë më i mirë dhe më efikas është bëhet nga jashtë, mirë po duke anuluar të gjitha urat termike. Ndërsa sa u përket konstruksioneve të lehta, këta të cilat bëhen me tulla të kuqe, shtëpitë ekzistuese që nuk më parë u bëshin me mura të dyfishtë dhe brenda ekzistonte një izolim nga leshë mineral, apo lesh xhami i thonin këto, po është lesh mineral tervoll. Nuk është në një izolim i përshtatshëm, sepse edhe atëherë izolimet nuk i bënin nga shtylla në shtyllë, pjesa e shtyllës mbetet e pa izoluar. Disa me teknikat e tjera i izolonin, mirë po ngjitja apo fiksimi i këtij izolimi bie në mur me kalimin e kohës. Dhe aty mbeten zona të pa izoluara dhe kemi humbje të mëdha të nxehtësisë në dimër, apo përfitimet e nxehtësisë në verë nga temperaturat e jashtme. Shtëpitë ekzistuese duhet të izolohen dhe të mbillen mirë me stiropor apo stirodur, mirë nga jashtë, duke mos lejuar asnjë pikë, asnjë sipërfaqe edhe më të vogël të kalimit temperaturës. Kur them kështu, edhe pjesa e strehës, shatisë, duhet të izolohet në të gjitha anët me gjithë pjesën tjetër të pllakës apo të soletës në kulm, shati. Dhe kjo paraqet një izolim të mirëfillt, që mos kemi humbje termike, sepse si zakonisht humbje termike vinë në shati. Pjesa e tavanit është më ekspozuar në humbjeve termike. Në shtëpitë ekzistuese izolohen këtë mënyrë, aq sa mundish ta izolosh edhe në pjesën që futet në tokë, në një sipërfaqe deri në 1 metër
apo 1,20 m, duhet të izolohen mirë termikisht. Në qoftë se nuk mundesh nga ana e jashtme, të izolohen nga ana e brendshme. Mirë po, izolimi më i mirë është nga ana e jashtme nëse mundet, sepse këtu ruhet pastaj ajo inercia termike e murit që merr temperaturë nga emituesit e nxehtësisë brenda. Ndërsa shtëpitë të cilat fillojnë nga fillimi, janë mirë të izolohen nga temeli, nga baza. Pra asnjë pjesë e betonit e futur në tokë, nuk guxon të jetë ekspozuar me tokën, po ajo gjithë të mbyllet me stiropor. Trashësia sa më e madhe e stiroporit, densia, apo siç e përdorin në shumicën e rasteve stirodurit, ka një rezistencë më të madhe të temperaturës, pra zvoglohet koeficienti i emetimit të nxehtësisë, dhe kjo duhet bëhet që në fillim. Pra edhe shumica e rasteve që kam hasur në për objekte, izolimi termik bëhet mirë. Pjesën e Maqedonisë veri perëndimore, Tetovë, Gostivar, izolimet termike të ndërtesave, gjithsesi të objekteve private, bëhen shumë mirë. Dhe pastaj pjesa në lart, normalisht se izolohet krejt nga jashtë. Këtu ka me rëndësi është të theksohet edhe trashësia e stiroporit apo izoluesit. Nuk mjafton edhe 10 cm. Shumica thonë 10 cm është e mjaftueshme, por duhet ta bëjmë një dallim. Shkenca thotë se 1 cm stiropol është e barazvleshme me 1 metër mur betoni. Pra shikoni se sa e humbën nxehtësinë betoni. Po edhe 10 cm për zonat tona nuk janë të mjaftueshme. Ne kemi zona të thella dhe kemi temperatura të jashtme ekstreme, minus 20 gradë Celsius, maksimumi që mund të arrijë, por shpesh arrin deri në minus 25. Izolimi i mërfillt është deri në 20 cm izolimi i jashtëm, dhe ky izolim garanton një efikasitet të lartë energjetik. Por nuk do të thotë që të rritet sa më tepër izolimi. Edhe izolimi i tepërt ndikon negativisht në objekt. Por deri në 20 cm futemi në një zonë mjaft të sigurt të efikasitetit termik, pra të humbjeve termike. Rrimën, sistemet e ngrohjes dhe sistemin e ujit, mund ta bëjë gjithkush apo duhet profesionist të licencuar? Sot, siç e theksuam edhe më para, objektet bëhen jashtëzakonisht luksose. Njerëzit, banorët, investojnë shumë në shtëpitë tona. Prandaj, kohën e fundit nuk mundet çdo kush të bëjë instalime të ujit sanitar dhe të ngrohjes, nëse kërkohet një kualitet të asaj që e kërkon vetë investitori apo objekti. Prandaj neve, unë si profesionalist i kësaj pune dhe si mësimdhënës në shkollën e mesme profesionale Mosha Pijade, kemi 4 vite që kemi fut në sistem, kemi edhe drejtimin e ngrohjes klimatizimit, gjithsesi instaluesit e ngrohjes dhe klimatizimit, dhe vjet diplomoj gjenerata e parë. Pra, duke pasur parasysh se kualiteti i ndërtimit dhe objekteve të cilat bëhen këto zonat tona kërkon njerëz më kompetent për instalimet e këtilla. Ndër ata duhet të ndiqen edhe seminare të ndryshme, të cilat kompanitë prodhues të ndryshëm ofrojnë në kompanitë tona që cilat tregtojnë këta materiale, po jo çdo kush mund t'i bëjë instalimet me efikasitet të lartë energjetik, si zakonisht instalimet me pompat termike apo sistemin e klimatizimit. Këta janë më shumë specifike, kërkon llogaritje të mirë të diametrave, kërkon llogaritje të mirë të humbjeve të presionit, qarkullimit të ujit, përgatitjen e ujit sanitar, pra i kështu me radhë. Jo çdo kush duhet që të futet në këta problematika, po kjo varet tani nga vetë investitori. A duhet të kontrolloj shteti këto? A duhet të jenë të licencuar? Këta duhet jenë të licencuar. Këta duhet jenë të licencuar nga ana shtetërore. E dini si funksionon shtetit, ne në fakt duhet kontrollohen, sepse një instalim jo i mirëfillt termoteknik në objektet tona
jo vetëm që rrit ndotjen e ambientit, rrit edhe defektet, rrit zvogëlon kualitetin e jetës, prishën objektin bandam investitorit, pra kjo varet edhe nga vetë investitori. Po që duhet bëhet një kontroll nga shteti, si zakonisht te sistemet me pelet, të cilët emitojnë gazrat ndotës në ambientin e jashtëm, duhet të ketë një kontroll shumë të mirë kush i bën këta instalime dhe si i bën këta instalime. Po megjithatë nuk funksionon. Duhet çdo objekt të ketë atë projektin teknik, planin teknik nga kandidatur. Fatkeqësisht nuk kërkohet nga komuna një objekt se sa energji termike do të harxojmë në një vit. Kërkohet vetëm energjia elektrike, edhe atë jo në një projekt i mirëfillt, por një vol nga instaluesi se sistemi është në rregull dhe harxhimet elektrike janë 5 kW, 10 kW apo 20 kW maksimum. Ndërsa harxhimet e ujit që janë mjaft e rëndësishme dhe harxhimet e energjisë për ngrohje dhe ftohje, projekte të tilla nuk kërkon komuna. Në zonat tona, në Tetov, Gostiva, zonën në Maqedonisë Perëndimore. Po në zonën e Shkupit kam dëgjuar se kërkohet. Një investitor që ka investuar edhe i ka kryer investimet, megjithatë harxhon energji elektrike. Nuk ka takat me bë investim të ri. Cilat janë ato këshillat e juaja si profesionist që të kursej më tepër energji elektrike? Në qoftë se sistemet të cilat i posedon vetë investitori janë të vjetruara, pra frigoriferët janë tipi të vjetër. Ndriçimi të cilën ndriçojnë ambientet nuk shfrytëzohen ndriçues të cilat kanë një koeficient të lartë shfrytëzimit të energjisë elektrike. Pastaj përdorimi i pajisjeve tjera të cilat nuk janë me koeficient të lartë A++, të cilat i hasim ne për duhet të ketë shumë kontroll në ato se çka blen, çfarë pajisjesh blen. Dhe harxhimet, shikoni, sot ekzistojnë edhe pajisje sistemeve diellore shumë të lira, të cilat mundsojnë ndriçimin e objektive jashtë shtëpisë, hapësirave jashtë shtëpisë. Nësa pjesës mbrendshme duhet përdoret më tepër të ketë kujdesi të mëshime drita kur rrimat ndalet ndërprerësi, kur ti nuk ke nevojë për harxhim elektrik. Të shfrytëzohet ajo tarifa e ulët e energjisë elektrike, të cilën si dëgjova tani tendencat janë që të largohet ajo. Ajo është një tarifë shumë ulët, diku te 1.5 denar për kilowat-orë, të ndiqen pra makina e cila bën larjen e teshave mos lëshohet në pikën jo të lejuar të përdorimit kur rrima shumë e shtrejtë, sepse përdorimi i makinave që lajnë teshat, lajnë enat, do të përdoret pikërisht në sezonin kur energjia elektrike ka pikun më të ulët përdorimit. Nëse nuk kemi kujdes se kur i përdorin këta, atëherë normalisht se tarifat rriten. Por është mirë që të investohet në sistemet e paneleve diellore, fotovoltaike, në qoftë se kanë mundësi të investojnë, edhe pse këta sisteme tani kanë një garancion më të gjatë jetëgjatësisë, në krahasim me vitet më parshme, të përdorin sisteme fotovoltaike. Duhet mirëmbahen sistemet e ngrohjes, apo mjafton investimi fillestar të bëhet i mirë dhe gjithçka është e kryer? Mirëmbajtja çdo sistemi është i domosdoshëm. Edhe këtu te mirëmbajtja, si zakonisht duhet njerëz profesionalist dhe të kësaj. Sidomos te sistemet e ngrohjes, klimatizimit, pra sistemet e klimatizimit që përdorin pompat termike. Pra kohë mas kohe duhet të ndrohen filtrat, pastrohen filtrat e fankuilerëve, sepse nëse një filtr nuk ndrohet në një kohë të caktuar, normalisht se ventilatori kërkon që të arrijë temperaturën, e sheh se
ka nevojë për temperaturë ambienti, mirë po nuk bëhet qarkullimi i ajrit, pra filtri do të pastrohet varësisht nga ajo se sa është i ndotur ambienti. Edhe kaldat me drum dhe këta me naftë, her pas herë duhet të pastrohen, sepse me pastrim e rrit efikasitetin e këmbimit të nxehtësisë. Duhet të mirëmbas, sidomos sistemi ngrohjes me radiator që përdoret me drum dhe me pelet, duhet të mirëmbahet mirë që të digjet sa më pak, që të harxhohet sa më pak drum dhe pelet, naftë. Për të ikur kursimit të energjisë elektrike, shpenzimeve të energjisë elektrike, shpesh ambiserit përdorin bombola gazi, si për zjerje të ushqimeve, po ashtu edhe për ngrohje. Po fatkeqësisht ka ndodhur që përfundojnë në fatalitete. Çfarë duhet të kenë parasysh familjarët kur në ambientet e tyre të banimit ose industriale përdorin bombola gazi? Po thuajse çdo familje sot përmban një bombol të atill, fatkeqësisht ndodhin aksidente. Aksidente të tilla ndodhen para disa viteve këtu në Tetov. Dëgjova para disa muajve një aksident tjetër të një familje. Unë do të kisha preferuar se përdorimi i këtyre bombolave të gazit, saqë është efikas në aspekt të kursimit të energjisë, sepse gazi është shumë më lirë se sa energjia elektrike, por do të kenë kujdes. Secila bombole e gazit ka një rregulator presioni, e cila e ruan presionin e gazit në dalje dhe brenda bombolës. Në bombol presioni është shumë më i madh dhe gazi ndodhet në gjendje të lëngët. Dhe ventili i cili e rregullon presionin duhet të jetë i testuar, atest. Dhe mos marrën ventila apo rregulator në për vende të pa certifikuara, pra që vinë nga Kina, nga Turqia apo nuk e di ku, po neve kemi vendin e përkatës, pra ajo që është kompetent për shitjen e këtyre bombolave të gazit është Makpetrolli. Pra është kompani shtetërore dhe ka të certifikuar, ka blombën që thotë se ky ventil është i sigurt, nuk përdoret. Dhe shumicën e rasteve mbushja e tepërt, pra edhe ata të cilët mbushin nëpër pompat e benzinës me gaz, nuk e kontrollon sasinë. Pra e mbushën shumë më tepër se sa që mund të mbajë bombola, sepse gazi me rritjen e shtypjes e kalon në gjendje të lëngët, mirë po një pjesë do të jetë në gjendje të gazt në pjesën e sipërme. Dhe vetë regulatori, kur e lëshon sasinë për ndezje, gazi nuk del më atje në gjendje të gazit, po del në formë gjendjes të lëngët. Dhe ti duke menduar se është ndes, kthen shpinën të bësh punë tjetër, ajo shuhet, dhe më kthehesh mbas një ore siç e kanë zanat nëpër shtëpitë tona, e sheh që është shim gazi, mirë po fatkeqësisht e shtypin nëse është natë, ndërpresin dhe aty ndodh fataliteti. Sepse sasia e gazit e ka mbush dhomën dhe aty ndodh deri te detonimi apo djegja, shpërthimi i bombolës. Mos e mbushin me sasi shumë të madhe, me gaz. Pra, ta kontrollojnë mirë, është harxhuar mirë komplet gazi, dhe të marrin ventila të certifikuar. Jo ventila nëpër pazare apo nëpër hekurishtet, siç e kemi zanat. Përgjithësi kështu e bëjnë. Profesor, unë të falenderoj shumë për kohën dhe informacionet e ndara në dobi të qytetarëve edhe neve në lidhje me efikasitetin energjetik. Faleminderit që ishe pjesë të kast sonte. Faleminderit. Atëherë të nderuar, ne sonte folëm për efikasitetin energjetik, kursimin e energjisë elektrike dhe pse harxojmë shumë energji elektrike në shtëpitë tona. Unë ka këtu ju përshëndes dhe ju uroj një javë të mbarë.